Avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Si është e vërteta e dosjes së Balluku që ishte paralajmëruar më herët edhe nga ish zëvendës kryeministri Arben Hametaj? Atëherë, për sa i përket iniciimit të këtij procedimi penal, iniciimi ka filluar pikë së pari me një kallëzim penal të cilin e ka bërë zoti Basha në kohën kur ai ka qenë kryetari i bashkisë, kur ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, dhe ka qenë një dosje apo një kallëzim penal me informacione shumë të plota, por që u përforcua më pas edhe me një kallëzim tjetër penal që ka bërë Partia Demokratike me zonjën Kalaja dhe Belin Kolliçi. Patjetër që një rol të rëndësishëm në hetimin e kësaj çështje ka qenë në mediatizimin që ka bërë zoti Ahmetaj veprimeve të palishme të zonjës Balluku, të presupozuar të tilla duke sjell argumenta të cilat kanë qenë argumenta sa ligjor, por edhe faktik, duke u marrë edhe me çështje që po hetonte prokuroria e posaçme, ku fillimisht zoti Ahmetaj u shpreh se nuk merret prokuroria e posaçme me hetimin e çështjes së vlerës së tepër të tunelit të Llogaras apo të veprave të tjera publike, por merret vetëm me tenderin e supervizimit. Pra ai u shpreh që kjo është një standard i dyfisht, të cilin kjo prokurori bën në raport edhe me hetimet që ka lidhur me çështjet e zotit Ahmetaj. Patjetër që një rol kryesor në hetimin e kësaj çështje ka pasur edhe dëshmitarët apo bashkëpunëtorët më të ngushtë të zonjës Balluku, pra kemi antarë të cilët kanë qenë pjesëmarrës në Komisionin e vlerësimit të ofertave, në hartimin e këtyre tenderave, të cilët kanë qenë bashkëpunues me organin e akuzës apo me prokurorinë e posaçme. Një provë shumë e rëndësishme kanë qenë edhe aparati telefonik të zotit Berberit dhe bashkëshortes së tij, ku ai ka ruajtur çdo mesazh, pra çdo komunikim që ka pasur me zonjën Balluku i ka bërë screenshot dhe i ka dërguar bashkëshortes vet. Pra këto janë prova të cilat, indicje të cilat shkojnë në hetimin e çështjes, në marrjen e provave të tjera dhe patjetër në mediatizimin e saj, saqë prokuroria e posaçme tashmë ka shkuar në kuvend për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Por ajo çka na duket interesante dhe ndryshe nga qëndrimi i zotit Rama është që këtë herë zoti Rama po e mbron me çdo kusht zonjën Balluku. Kjo është pikpyetja e madhe për çdo shqiptar. Cili është interesi apo lidhja e zotit Rama me zonjën Balluku? Kjo ngelet për të parë në ditët në vijim se si do të reagojë zoti Rama nëse gjykata kushtetuese do të vendosi pro pezullimit nga detyrat e zonjës Balluku. A do ta japi ai miratimin e imunitetit për zonjën Balluku në mënyrë që ajo të arrestohet, apo do të japi miratimin dhe do ta lëri zonjën Balluku që të arratiset jashtë shtetit? Referuar provave të deri tanishme, sa vite burg rrezikon Balluku? Lidhur me këto akuza të cilat ne i kemi deri tani, akuza është vetëm për shkeljen në barazi në tendera ose ankande publike dhe margji i dënimit është 1 deri në 5 vite burg. Pra, nuk është se ka ndonjë akuzë të madhe, por lidhur me procedimet të tjera penale, të cilat ajo ka rolin e personit që ka dieni me çështjen ose personin në hetim, në këto raste ne nuk kemi një komunikim akuze në mënyrë që të kuptojmë se çfarë janë akuzat për të cilat zonja Balluku do të procedohet. Me këtë vendimarrje të prokurorisë posaçme, pra vendimin për komunikimin e akuzës, kemi një akuzë e cila është një akuzë shumë e lehtë, pra një akuzë e cila është qesharake për gjithë këto humbje publike që ka pësuar buxheti i shtetit të vendit tonë.